Bashkia e Kolonjës synon të ndërhyjë në 3 banesat e ndodhura në fshatin Kamnik, të cilat u dëmtuan rënd nga reshjet dhe era e fortë e disa ditëve më parë, pas vlerësimit të situatës dhe evidentimit të dëmeve. Trajtim dëmshpërblimi apo rikonstruksione nga Bashkia Kolonjë. Ne jemi duke përmbyllur projektet për këto shtëpi për të aplikuar në fillim të janarit tek bonusi i strehimit të Ministrinë e Financave për trajtim rikonstruksione për këto shtëpi. Nga stuhia e disa ditëve më parë janë dëmtuar edhe disa shkolla, për të cilat është duke u vlerësuar nëse do të gjendet një tjetër ambient për të funksionuar si shkollë apo do të shpërngulen nxënësit në shkolla të tjera. Janë disa shkolla të dëmtuara. Ne jemi duke bërë vlerësimin për këto shkolla nëse dëmi konsiderueshëm që ato janë bërë vlen të rikonstruktohen ato ambiente që për numrin e nxënësve që kanë të trajtohen me mësim në Kolonjë apo në Ersek apo të një vend tjetër për shkollë, për ta pasur eficiencën financiare me cilësinë e arsimit të përbashkët. Stuhia e disa ditëve më parë ka sjell erë të fortë në grykën e lumit të Langaricës, e cila zgjati gati 1 orë. Pikërisht në këtë zonë, në fshatrat Kamnik dhe Barmash, janë evidentuar edhe dëmet më të mëdha.